bashkë me një beu, se shquot, Dorian Beu, pëse si e ka emrin, e ndërton shteti, u jipet trafikant dhe mërën e tani dhe portin e peshkimit. Portet me radhë. 6 milion metër katror banozve në drogës. Investimet. 90% e investimeve zhduken dhe nuk kryhen. Po çfarë do thot kjo? Kjo do thot vendi shkatrohet. Po tjetër, kjo do thot që ato para të përcaktuara për investime, ato nuk krijojnë punësim, nuk prodhojnë vende pune, ato përfundojnë në kontot e qeveritarëve, përshtroni një moment, edhe do të ashtoni se cili për jush pyetjeve, ku është djegësi i Tiranës? Asnjë tull nuk ekziston aty. 130 milion euro. Keni dhënë ju për te. 130 milion euro. Kanë paguar qytetarë shqiptarë për te. Po pse them, po nuk është vetëm djegësi. Janë kështu të gjitha investimet të cilat janë vjedh në masën 90-100%. Janë vjedh edhe ato punime që janë bërë. Ju e shifni sikur janë rrugë kartoni, sikur janë mure kartoni. Bien të gjitha. Bien. Rrugë shemen. Kur në njëherë nuk janë vjedhur shqiptarë si këto vite. Ja u themu, drama jonë, miqë, se kjo është një vend i bekur, po në socializëm, çfarë bënte Xhelati? I mirte parat dhe i kthente në bunker, dhe tunele, dhe njerëzit numëronin kafshatët. Tani nuk ndërtohen bunker dhe tunele, por tani ndërtohen vila, hotele të qeveritarëve, ndërtohen parajsa për ata, fryen kontot bankare në qindra milion, dhe qytetarët marrin rrugë të rritë, marrin rrugë të dheu. Bëhet i përpjekje, jeni dëshmitar, për ta lanë vendin pa opozit, për të shkatruar opozitën, për të patur opozitën që duam. Po pse sot ne jemi në pikën më kritike? Jemi në pikën më kritike se sot, pasi para jush, para mbar shqiptarve, para mbar Bashkimit Evropian dhe partnerëve tanë. Zëvendës kryeministrja është kapur në flagrancë me vjedhje. Filloj me 50 milion e tunelit Llogaras, pa ishte asgjë çfarë erdhën të tjera. Që të gjitha në bashkëpunim me Edi Ramën. Tani këta kriminal, se çdo epitet meritojnë, këta na thonë se do bëjmë ligjin për të mbrojtur ata për vjedhje që kanë bërë. Këta guxojnë si askund në botë, në vend se të paraqiten para drejtësisë. Tani na thonë jo. Do vjedhim sa të mundemi. Nuk ka provokim më të rëndë. Nuk ka akt më të ulët. Meritojnë çdo përgjigje.
nuk ka akt më armiqësor. Kur kujton Shqipërinë që po tretet, kur kujton smurët tanë që japin shpirt në spitale pa ilaçe, pa mjekim, kur kujton shkollat në rënim, dhe këta thonë, këta bëjnë ligjin. Tani që janë kap, do bëjmë ligjin. Nuk ka ndodhur në botë. Janë bërë përpjekje, po kur të kësaj natyre. Kur një kryeministër nuk ka dalë të thotë tani me ligj, unë nuk lejoj këtë veprim apo atë veprim të drejtësisë. Asnjë zgjidhje s'ka përveç forcës sonë. O sot o kur, ne duhet përballemi gjerënërzimin e kësaj qeverie. Nuk ka ndodhur kur. Miq, ne rrezuam një diktaturë, dhe nuk ka patur diktaturë më mizore. Po ja u them këtu. Me mirat pushkatur, me 10 mirat intërnur. Por për sa i përket vjedhjes, sa që kanë vjedhë 3 drejtorët e Bashkisë Tiranës, të marrish të gjitha vjedhjet e byros politike me nënkryer Verhoxhën për 46 vjet, janë më shumë të drejtorëve. Po. Ja ku e ka shtëpinë ai që ndërtoi, 3 kata, 4 kate sa është shtëpia, nuk e regjistrojnë emër ti, që mund ta regjistrojnë të 20 herë, jo, e regjistrojnë në emër të shtetit. Nuk ja u la fëmijëve të tij, jo. E ndërtoi me para shtetit. Kishin lehtësira, po gjithë lehtësirat e tyre të dashur miq, të marrë së bashku, nuk bëjnë sa hoteli, 20 kafsh në qelq i drejtorëve të Tiranës. I drejtorëve të Tiranës që nuk konfiskohet, sepse aksioner aty është vetë Olsi Rama, Merion Velin. Po kjo është vetëm një gjë e vogël që duket. Po imagjinoni ju se ku ka shkuar miliarda të vjedhur në 12 vite. Një gjë. Në 12 vite Edi Rama ka patur në dorë me firmë 67 miliardë euro taksat tuaja. Se këta i dyfishuan taksat.